Batilokjo, Erika Mazeti e të tjerë, të cilët na kanë qëndruar pranë gjatë ditëve tona më të vështira. Zonjat e zotërinj, Shqipëria sot është i pari dhe i vetmi narkoshtet në Europë, ku të gjitha pushtetet ndodhen në duar të një njeriu të vetëm. Sikurse e kanë vërejtur edhe vëshkuesin ndërkombëtar nëpërmjet një vote të blerë nga mafia dhe ndaj frikësimit si një makineri e madhe, ai ka vënë në kontroll të plot vullnetin e qytetarëve dhe i ka kthyer zgjedhjet në një fasad. Kryeministri i cili duket në samite ndërkombëtare dhe me atlete të bardha sillet brenda vendit si një diktator i vërtet. Ai kontrollon të gjithë ekonominë e vendit, ai kontrollon median tërësisht dhe ai bllokoi TikTokun në mënyrë që vendi ynë të jetë njësoj si Kabuli dhe Teherani. Njësoj si Zajedi Tunizis në vitin e zgjedhjeve, ai shkaktoi arrestimin e 3 kryetarëve të partive të opozitës për arsyeën e vetme se ata ishin kundërshtar politik. Dhe pa kurfar prove penale, ai e mori mandatin e liderit të opozitës edhe të kryetarëve të bashkisë së opozitës si Fredi Beleri, i cili sot është deputet i Parlamentit Evropian, për arsyeën e vetme sepse Beleri nuk i dha tokën që nuk i takonte familjes së Ramës.